Strukturat akomoduese në vendin tonë shënuan një rritje të ndjeshme të vizitorëve dhe net qëndrimeve në muajin gusht, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Sipas Instat, statistikat e strukturave akomoduese tregojnë se të huajt që e vizituan Shqipërinë në muajin gusht preferuan më shumë rajonin qendër ku bën pjesë Tirana dhe Elbasani, me një shifër prej 238.000 dhe më pak rajonin Veriha të Jug. Sipas të dhënave të Instat, vizitorët gjithsej u rritën me 35.1%, ku ata jo rezident shënuan një rritje prej 40.6%. Gjithashtu, net qëndrimet gjithsej u rritën me 33.3%, ku ato jo rezident u rritën me 42.6%, ndërsa ato nga rezidentët me 11.7%. Sipas Instat, në gusht të 2025-s, shumica e vizitorëve jo rezident, të cilët u akomoduan në struktura pritëse në Shqipëri, vijnë nga Kosova me 21%, Polonia 12%, Italia 10%, Franca dhe Gjermania kontribuan secila me nga 7% të vizitorëve, ndërsa 43% e tyre ishin nga vende të tjera.